Na njëmi s'na ke kontaktu, se neve na një, obdem se s'na ke kontaktu. Me dali votat. Po, me dali votat. Edhe thash, obdem, thash, po mirë të parë që kisha kontaktu juve, dhe mon, asni kryetar kur hisë se kontaktu, hiç fare. Kjo ka qenë si, qysh me thonë, ka qenë si defense, obdem, se qëllimi qysh me hu peshen e argumentimit tim, peshen e kritikës time në publik, që kë e ka qëllim ambicje të veta personale me njerë dhe u shpërfaqe për shëdumana dhe një pjesë e juje e kanë besu. Muni mi thirë tash li e këtë thirë një kryetar të klubeve, thë ta ulanti, a ka folë në herë me ju për të sa. Ata janë që vendosin për kryetar të Federatës së Futbollit. Delegat, po, ata janë domethënë që vendosin. Po kjo ka qenë strategji ndoshta e frikës, dhe kur si e kompetent në një pozicion, frikës qysh me rujt pozicionin, bën propagandë ose antipropagandë që me devalvu argumentin, kritikën, edhe mos më marrë seriozisht. Nështë edhe Bledi që ta ka mendu, ka një se kjo pas ambicje të veta personale, edhe shumë njerëz kanë mendu një gjatë të tillë. Mendoj që antarët e Federatës së Futbollit të Kosovës meritojnë një udhëheqje dinjitoze, profesionale, kemi nevojë për profesionista, sikur ka nevojë, sikur që pishom shembuj të mirë në rajon dhe me gjërë, mos keq. Po për X video, a do t'jesh ti kandidat? Jo, pa e dhënë këtë përgjigje, emisionin s'përfundan. Kështu që, bëni gati me të dhënë me gjestë. Unë jam shumë komod në profesionin që jam, e du jashtëzakonisht shumë, profesionin e avokatit. Jo, përgjigje. Jo, s'është haloju. S'është jo, a ka pinë për jo. Me shumë knatësi dhe me shumë vullnet i kom shërby futbollit të Kosovës, me profesionalizm, sepse me kur më hi ato e kom pas që ka nevoj futbollit të Kosovës për profesionista, nuk është faj i këty për shkak që e kaluar ajo, që s'kemi qenë të antarë të UEFA-s, FIFA-s, po është totalisht e papranueshme që Kosova si një shtet më i ri në Evropë, mos me mujt për shkak të menaxhimit të dot, mos me pas përfaqësim dinjitoz dhe mos me marrë shembuj të mirë siç e kemi në rajon, siç e kemi Sloveninë, siç e kemi presidentin e UEFA-s. Jepe ekskluzivitetin. Me vendim të prerë. Jo, s'ka lidhje kandidimi këtu. Okej, a janë interesu klubet me të fos ty? Jo, mos e kyçë, se ato përgjigjet që po më intereson prej ti, me pas një ekskluzivitet për Taulantit. A do t'jesh kandidat për kryetar të Federatës së Futbollit të Kosovës? Jo vetë puna këtë kandidimi, se këtë kandidimi s'ka kur gjë vlerë, edhe herën e kalume, kësë une ka rënë për debate, thëshë opozita, kandidati, nuk ka lidhje puna kandidatit. Tu ka lidhje që lidhje statutare këto janë. Domethënë duhet janë antarët e kuvendit të Federatës së Futbollit, janë klubet, që janë shumë respektuar që kanë bërë jashtëzakonisht mund për me ardhur deri këto. Janë ato që e vlerësojnë kanë qesin kandidat, kanë nuk e qesin kandidat. A bën tash pyetjen unë, nëse klubet e marrin pëlqimin, dojnë me të kandidu ty, a kemi u përgjigj në mënyrë pozitive, tash ç'është? Klubet meritojnë një udhëheqje profesionale dhe dinjitoze. Ashtu siç e bën ti si profesionist, nëse Unë tash mund me thonë që Taulant Odaj me shumë gjasë, 95%, do t'jetë kandidat. Unë mund të them që Taulant Odaj 95% shumë komod, Kosovën zemër e kam. Po, dhe shumë shpejt do t'jetë kandidat për kryetar të Federatës së Futbollit të Kosovës. Le të demanton zoti Odaj në zoti. Taulant Odaj nuk i friksohet qëndrimeve publike dhe do më thonë kur e do në vendi, ose kur e do në organizatat, kur të ka nevoj Kosova për përfaqësim, qoftë kur përfaqësohet në arbitrajë, kur përfaqësohet dhe interesat ndryshme, me klientat që i kam dhe që i kam pasi, kam përfaqësuar një profesional dinjitoze, përse që janë të knashur një gjë të tillë. Kushdo që është i knashur është shumë